bollit, i cili ka filluar fazën përgatitore, ka zhvilluar 2 ndeshje miqësore në Shkodër, në Loro Boriçi, 2 fitore, e para ndaj Laçit dhe e dyta ndaj Borretit, dhe më pas të spostuar në Puk për një periudhë 10 ditore, ku do të ketë edhe 2 ndeshje të tjera miqësore. Kemi pasur edhe sportin e notit, i cili ka korrur sukses, 22 medalje ka fituar ekipi i Vllaznisë, që drejtohet nga trajneri i pasionuar Kol Shiroka. Por kemi pasur një super spektakël në Shkodër për 4 ditë me radhë. Sporti i basketbollit, bëhet fjalë për basket 3x3, ka qenë në kulminacion me emocione të shumta dhe me ndeshje të njëpasnjëshme nga kategoria e femrave, ku u shpall Vllaznia kampione për herë të parë. Zhvillohej konkurrimi i femrave në 11 edicione që ka pasur basketi 3x3 dhe më njëherë ekipi shkodran fiton vendin e parë. Ndërkohë që dita 4 ka qenë me një kulm tjetër, kategoria të rriturave, ku ekipi shqiptaro-italian u shpall fitues duke mundur ekipin e Shkodrës pas një spektakli të vërtetë. Ka nisur punën edhe ndeshjet edhe skuadrat e kategorisë së dytë, sot ka filluar Shiroka, por ka filluar edhe Basanja, që ka prezentuar stafin e ri. Unë mendimin e kolegët mi të teknikës, përgjithësit të transmitimit dhe krye teknikut RTS Shkodra Valmir Hysa dhe kolegut tjetër Florian Gerdali, prezentoj edhe stafin që kam në studio. Kol Shiroka na vjen në studio, trajneri i ekipit notit, ish kampioni i Vllaznisë për shumë vite tashmë ka marrë përsipër ta drejtoj Vllaznin kampione në të gjitha kategoritë. Mirë se erdhe Shiroka. Zoti Gac, ju falenderoj për ftesën dhe pasqyroj në vendtarin e notit në shkëlqyer mana juaj. Jemi përpjekur sepse të tilla kanë qenë dhe rezultatet e ekipit tuaj, të cilët kanë ardhur nga muaj në muaj, nga garë në garë, në rritje. Shkurtimisht pa shkuar tek kronika se kemi me vonë. 22 medalje, ndërto 15 ari. 15 ari, theksojmë përsëri në të artë Fikit Afruku e El Gulemi Skerdi Kroni, rrinë në listën e këtyre sportistave më të mirë, por krahas tyne edhe Klea Deti, spikati kësaj radhe, sportiste e kategorisë e vogël 10 vjeçare. Dhe t'i trajtojmë me pas, me gjërësisht, po ideja ishte 22 medalje, nuk janë pak, ma di mund të themi janë shumë për një skuadër, dhe kjo është meritja juaja e punës pasionante. Në flasim që stash me gjërësisht me pas, po të prezentojmë panelin në studio. Kam me kënaqësinë ish futbollistin e Vllaznisë, sot trajnerin, ka marrë detyrën edhe detyrës e trajnerit të Akademisë Vllaznia U13, Florin Bardulla. Mirë se erdhe Bardulla. Nga fusha e lojës, jo shumë larg, me disa skuadra tashmë në cilësinë e trajnerit. Urime. Patjetër, faleminderit. Është një eksperiencë shumë e bukur. Dhe isha provu më parë. Dhe është një ndjesi shumë e bukur për ne fëmijët e akademisë. Po punoj me ekipin U13 bashkë me profesor Pirani. Besoj se do të jetë shumë bukur, duke po edhe ditë të parë stërvitjes, edhe do flasim më gjatë besoj. Bukur. Falenderoj edhe ty për gjithmonë për sportin e moshave që rrin parë edhe i pasqyrojnë, sepse nga aty nis dhe baza për të ardhur tek skuadrat e para dhe tek kombëtare. Sepse për është me fëmijë shumë e vështirë, edhe për soi mund ta vijë se kolla e noti është shumë e vështirë, mentaliteti si ka ndryshuar është shumë gjëra. Besoj se do ja dolim. Atje thuhet jashtë në Europë me gjërë, thuhet dhe është me të vërtetë nga ana profesionale dhe profesor që me moshat emërohen, caktohen dhe përshëndrohen edhe specialistët më të mirë, sepse aty nis baza e përgatitjes së sportit. Teknikë marrën mirë, bani sportist mirë. Pavarësisht se në sportin e notë edhe në sportet tjera teknika gjatë 10 vjet, 12 vjet, gjithë periudhën e përgatitjes se i sportisti. I ftuarit tjetër i radhës, por jo nga rëndësia, është një super talent i sportit basketbollit, e quhet Veton Gjeçaj, pjesë e dinastisë së familjes Gjeçaj, familja e cila i ka dhënë dhe vazhdon të jap sportit shkodan dhe me gjërë
kontribute të shmuara, qoftë në basketbol, por edhe në sportet e tjera. Beton mi se erdhe. Mirë se dhe pagac, faleminderit shumë për ftesën. Kënaqësi e veçantë se ju kemi këtu në studio, sepse për 2 vitet e fundit ju nuk keni qenë pjesë e vllaznisë, sepse siç kemi bërë me dije, ju jeni zhvendosur në Kosovë, në Superligën e Kosovës në basketbol, duke luajtur për bashkimin e Prizrenit, një nga ekipet më të mira të Kosovës, por edhe në rang evropian. Aty ku së bashku me babain tuaj të më njohur Bledar Xheçaj, Bledare si trener, ju si basketbolist, kënaqësi e veçantë se jeni në një skuadër elite, por arsyeja që jeni sot në studio ka të bëjë me faktin sepse unë thash më herët, Shkodra përjetoi 4 ditë spektakël, emocione, dramatitet për sportin e basketit 3x3 dhe ju ishit edhe në grupin e punës organizator, por sportist në fushën e lojës ku vetëm për disa mund themi momente të veçanta e humbet edhe pa shkuar në finale. Mi se erdhët një në studio. Shumë. Kjo para 3x3 është një event shumë i veçantë, po them, në Shqipëni, se është mund jetë ai vetmi. Këtë vit kishin njërësia dhe kategorinë e femnave, që ishte një gjuare, që ishte hera parë që bo, edicioni i parë. Por që doli shumë i suksesshëm. Edhe këtu të flasim me gjërësysh, kemi edhe kronikën që është përgatitur nga kolegu ynë Mario Zini, por do flasim në përgjithësi edhe për aspektin tuaj personal. Gjithatë ne do të nisim me futbollin, sepse profesor Shiroka, opinioni sportiv, e kërkon futbollin. E kërkon futbollin, dhe jo vetëm futbollin në mall të meshkujve, por edhe futbollin e femrave, se ne do të flasim edhe për femrat, të cilët janë nisur që dje drejt Shqipëros, dhe në këtë momente sapo ka filluar ndeshja me Spartak në javat të Slovenisë, luhet në Çipër, një ndeshje me shumë rëndësi. Nëse Vllaznia e kalon me sukses, shkon në finale për të vijuar betejën drejt objektivet të shkuaris në grupet e Champions League. Por do flasim fillimisht për futbollin e meshkujve. Kemi pasur një miqësore të fundit, Vllaznia Burreli. Kemi kronikën, ta ndjekim. Vllaznia vijon të jap sinjale pozitive në fazën përgatitore, duke regjistruar një tjetër fitore, ku qeblut triumfuan 4-0 ndaj Burrelit, skuadër e kategorisë së parë drejtuar nga tekniku shkodran Samuel Nikaj në testin e zhvilluar në stadiumin Loro Boriçi. Shkodranët e zgjidhën ndeshjen që në pjesën e parë fal 2 golave të Muratajt në minutat e 16 dhe 33. Në fraksionin e dytë, Vllaznia ruajti ritmin dhe e thelloi rezultatin me Zohulen në minutën e 56 dhe Tafilin në të 75-ën, duke vullosur fitoren 4-0. Pas ndeshjes, zëvendës trajneri i Vllaznisë Erki Boshi u shpreh se skuadra po tregon përmirësim të dukshëm në aspektin fizik, ndërsa theksoi se drejtuesit janë ende në kërkim të përforcimeve për të plotësuar organikën përpara nisjes së sezonit. Vllaznia pret akoma edhe 2-3 përforcime, besoj që deri nga java tjetër ekipi do të jetë i kompletuar. Jo 100%, po besoj që 99% do të jetë i kompletuar. Në fund do të ketë vend edhe për një goditje tjetër, besoj në raportin e sulmit, por për objektivet jena pak herët me fol, besoj që me kalimin e kohëve edhe objektivat i kena më të qarta. Nga ana tjetër, trajneri i Burrelit Samuel Nikaj vlerësoi paraqitjen e ekipit të tij në disa momente të lojës. Ai pranoi diferencën në cilësi mes dy skuadrave, por nënvizoi se pavarësisht humbjes, pa element pozitiv mbi të cilët do të vazhdoj puna në javët e ardhshme. Në fakt, ne jena në fazën më të keqe sepse vetëm 2 javë të vitje, edhe normalisht shumë lojtarë në provë, lojtarë që nuk i kanë ato proceset të vitore të bëmë me kretë prej fillimit që kena fillu, por ne jena në proces konsolidimit sepse kena ndru pothuajse 70% skuadrës vitshme. Megjithatë bëmë një ndeshje të mërkurën me Tërbunin, ku realisht me të zhgënjym, kurse sot pash disa gjëra pozitive, nuk jam krejt i zhgënjym, pavarësisht rezultatit, se Vllaznia vjen prej Europës e është skuadra e vitun me kualitete. Pash disa individ lojtar cilët besoj që kanë me u shpreh mirë në vazhdim të kampionatit. Të hënën, Kuqeblu do të udhtojnë drejt Pukës, ku do të zhvillojë një fazë të re stërvitore dhe pritet të luajnë edhe disa ndeshje të tjera miqësore në kuadër të përgatitjeve për sezonin e ri.
Bartulla, nisi me ju, jo vetëm se keni qenë në pjesë e vllaznisë, por edhe e keni ndjekur prej afër këtë ndeshje, ju pash në stadium ditën e ndeshjes. Fitoria e dytë, në fakt pati disa oscilacione dhe kritika përmirësore të mëparshme, sidomos në ato të Slovenisë, por këto dy ndeshjet e fundit 7 gola me Laçin dhe me Borrelin, mendoni se Po ta shikosh, Gaci ekipi është një fazë përgatitorë, ku sa më shumë ajo vjen duke u zhbukuar rezultat, sepse janë një ngarkesë shumë të lartë dhe nuk mund shprehen mirë, por besoj se Vllaznia ka bërë një merkato konsiderueshme të mirë, mund të them, duke po alla afrimet e fundit që se janë lojtarë afërmueshëm në kategorinë superiore, si Mehmeti edhe Dylise, dhe do t'i bëjnë shumë punë ekipit, besoj, duke po sa pikat që ka ndërhyjë Ranieri Martini, dhe ndeshja me Borrelin nuk është një barometër për Vllaznin, por ishte një për të shprehë skemat, më mirë me thënë, për të ujti fije më lirshëm, edhe duke po edhe futbollistët që janë afruar që të ambientojnë fije me skemat që kërkon Ranieri Martini. Besoj se bën një paraqitje të mirë, shpresoj që edhe faza përgatitore të kupë të shërbejnë sa më mirë, që të stabilizojnë edhe formacionin, sepse kampionati po vjen, do të jetë një kampionat i egër, duke po edhe ekipe të tjera që po ecin përpara në Kupat e Europës dhe do të keni edhe rritëm tjetër. Besoj se Vllaznia shpresoj që të vazhdojmë bërë kampionatin, sepse afrimet janë bë. Dhe edhe trive, besoj edhe trive kisha ti thosha një këshill Gaci, sepse po jepet mundësia me lujt me ekipin e parë, që ndoshta më përpara shashëllon kaq shumë. Madje këtë sezon është edhe një vendim i ri. Është shumë mirë. Është me detyrim se një 19 vjeçar apo 17 vjeçar. Dhe besoj se duhet ja shpërblen edhe trajnerit që po jep mundësinë për me luajt dhe se nuk ka më justifikime. Nuk mund quhet i ri Gaci, besoj 19 vjeç, 20 vjeç, që po shohim nëpër botë si po luajnë dhe t'i japin vetë që të luajnë, sepse fanilat e Vllaznia fitohet, nuk falet, edhe shpresoj që të ecin bërë. Shumë largime, por edhe afrimet kanë qenë të konsiderueshme në lidhje me afrimet. Mendoni se bindin? Afrimet, ka disa lojtarë që bindin, ka disa që mund të kenë ngërç, sepse të luash me Vllaznin është një emër i madh, dhe edhe është presioni të Shkodrës që kërkojnë gjithmonë më të mirën, po ka afrimet që si puna Kobinjar që e kena pa të luajë me Tiranën, sepse është një afrim cilësor, besoj. Këto dy afrimet e fundit si Mehmeti, si Dylise, besoj se janë afrimet cilësore. Afrim cilësor është edhe i Korç qendërmbrojtësi, Dumfries. Besoj se ekipi Vllaznisë është në rrugën e duhur, besoj, po do shfaqet në fushën e lojës, Gaci, si besoj se jetë më mirë për ekipin e Vllaznisë dhe Shkodrën. Humja e titullit në fazën finale në kampionatin e superiores, por edhe eliminimi jo shumë normal me Malishevën, me atë rezultate të thellë. Mendoni që i ka dhënë një goditje psikologjike skuadrës? Po, e vërtet, besoj se ishim kampionat, ishim një dorë afër titullit, dhe pse dolëm në vend parë, po ta shifsh në fazën e rregull kampionatit, dhe në final fort sikur e ul me pak ritmin, sikur nolli diçka psikologjike të lojtarët, sepse po kërkohet titulli kampion të Shkodrës pas disa vjetëve, dhe bëmi një fazë mirë shumë kampionatit, po edhe disa dëmtime të lojtarëve na penalizuan, besoj. Po humja me Malishevën ishte një humje shumë e rëndë, besoj se lojtarët nuk shfaqen asgjë në fushën e lojës, dhe të mundesh nga Malisheva në atë mënyrë nuk është e pranueshme, sepse ishin krijuar gjitha kushtet, dhe jep edhe i dorë klubit në anën financiare kalimi i turit, por besoj se tani janë kaluar të gocë edhe po fillon kampionati, edhe duhet të përveshim mangë, si thënë, për vazhdu kampionatin në mënyrën më të mirë me Korçën. Mini faza përgatitore në PUK, mendoni se është një gjetje pas asaj që kaloi ekipi i femrave? Janë kushte shumë mirë atje, sepse edhe presidenti Lazar Matia ka punuar shumë mirë aty me stadiumin edhe me bojën e fushës, duke pasi ka bërë stërvitje më përpara dhe kanë gjetur një terren shumë mirë, dhe me stadion kanë pa edhe kushtet, hoteleria dhe ushqimi është shumë i mirë. Është edhe koha atmosferike shumë e mirë, besoj se është mjaftueshme për një fazë, mini fazë mund quhet para kampionatit. Falë edhe dashamirësi se krye bashkiaku Rok Dodo, i cili është një tifoz i Vllaznisë, jo vetëm se djali pjesë e sportit, është pjesë e Vllaznisë. Edhe ka një fjet domosdoshme dhe i ka prej ngërçesh ekipin e Vllaznisë në PUK.
janë 2 ndeshje miqësore rradhazi, fillimisht ditën e shtunë me Tërbunin dhe me pas me Vorin. Por edhe Vllaznia bëhet duke që do të jetë një përballje. Po kjo do të Janë ndeshje koloduese do? Kjo do të shërbejnë trajnerit Martini për të kolidu informacionin, besoj, sepse jemi drejt fazës kampionatit dhe nuk ka më për me bë eksperimente, besoj se do të kolidu informacionin që kanë mendoj për me lujt dhe do të shërbejnë edhe lojtarëve për të liruar i fije. Për ta mbyllur në futbollin, por me ju në aspektin personal thamë në fillim që keni lënë futbollin, e luajtur të tashmë jeni angazhuar si trajner dhe zyrtarisht ka vetëm pak ditë që jeni prezantuar tek stafi teknik i Akademisë Vllaznia, një vlerësim. Po, kam klasin sepse më është afruar një post drejtues si trajnerit bashkë me profesorin Piranin, duhet të falenderoj atë për mbështetjen. Po bëjmë një bashkëpunim shumë të mirë aty tek ekipi U13, është një brez shumë i mirë këtë vit. Po punoj maksimalisht për të rritur futbollista dhe për të qenë në nivelin e duhur. Si thosha më përpara, të marrësh me fëmijë është vështirë, por është edhe shumë e kënaqshme sepse janë hapat e para të futbollit dhe është shumë e rëndësishme që ti mësosh që të rrisin në hapat e duhur, sepse kur ti kish në ekipin e parë për akademia, duhet të jesh i përgatitur, sepse aty duhen lojtarë gati. Duhet të falenderoj edhe drejtorin Albanasani për mundësinë e dhënë, si edhe presidentin Xhaferi. Shpresoj që është probleme punë. Kur fillon kampionati i moshave dhe besoj se shtator do të saktësisht i grup moshave tuaja? Ne kemi filluar të vitin pothuajse një muaj, luajmë në kategorinë superiore në përrethë, siç luan ekipi i Mall i Vllaznisë, edhe ekipi U19 luajmë ne poshtë U13. Luajmë 11-11 në 75 metër fush dhe besoj se nga shtatori do fillojnë kampionati. Sot, pas ditë ka pasur 2 ndeshje miqësore. Po kemi pas një ndeshje paradite në miqësore, ku kemi fitu. Nuk është që i vu me theksin fort golave apo kështu, thjesht po punojmë në anën tekniko-taktike dhe anën vendosjes të ekipit, po kolidojmë edhe ne kemi se jemi në fazën e seleksionimeve dhe luajti edhe ekipi U19 me Voren dhe besoj se janë në fazën e seleksionimeve të Akademia Vllaznia, duke koliduar ekipet dhe shpresojmë që të shkëtim sa më mbar. Florin, të një urime për detyrën e re dhe shpresojmë që ashtu siç keni qenë në fushën e lojës një sportist me të vërtetë i vlerësuar dhe i dorë turkitur, edhe djemtë të ri e moshave të vogla të kenë çfarë të mësojnë nga ana juaj. Shpresoj. Punojmë më të mirë, punojmë me pastorti, sepse janë fëmijë dhe nuk duhet i hajtë ako askuj. Ajo ka shumë rëndësi, sepse ka dhe ndonjë koment. Unë e kam prejmuar që mos e hajmë akon askuj, të meritojnë çdo kush, unë gaboj një 5% sepse njerëz jemi, por besoj se do të bëjmë më të mirën. Nga futbolli, pra nga superiora që komentuam edhe fitoren e Vllaznisë në ndeshjen miqësore me Borelin, por edhe ditët përgatitore në Puk, kalojmë tek një sport shumë i vlerësuar. E kam fjalën për notin, sepse vetoni na mirë kupton, do të jemi me pas për super spektaklin e basketit 3x3, por noti ishte një kampionat kombëtar i disa të rradhazi që Vllaznia e notit dhe trajneri Kolshiroka sjell në Shkodër trofe dhe medalje dhe rekorde. Profesor, ne kemi kronikën që ka realizuar kolegu ynë Mario Gjini. Ta ndjekim kronikën dhe me pas biseda juaj më zgjeruar çfarë ndodhi në Durrës te kjo kupë. Notarët e Vllaznisë vijojnë të konfirmojnë nivelin e tyre të lartë në arenën kombëtare dhe ndërkombëtare në kupën memorial ndërkombëtare Agroni Ismailati, të zhvilluar në pishinën olimpike Taçdafa në Durrës. Ekipi shkodrani drejtuar nga trajneri Koç Shiroka zhvilloi një paraqitje të shkëlqyer duke u renditur në vendin e dytë të klasifikimit të përgjithshëm. Vllaznia mori pjesë me 9 sportistë, të cilët siguruan gjithsej 22 medalje, 15 të arta, 3 të argjenta dhe 4 të bronzta. Në aspektin individual, spikatën njohet Golemi, i shpallur sportisti më i mirë i kategorisë me 4 medalje ari, Viki Tafruku, sportistja më e mirë e kategorisë C dhe e dyta më e mirë e gjithë kampionatit, si dhe Klea Dedi, e shpallur sportistja më e mirë e kategorisë fal 4 medaljeve të arta të fituara. Medalje të rëndësishme siguruan edhe Skerdi Kroni, Andi Hasanaj, Frederika Rotani, Adrien Marku dhe Angelo Rotani, duke kontribuar në suksesin e përgjithshëm të ekipit shkodran. Rezultatet e arritura në këtë aktivitet ndërkombëtar konfirmojnë punën cilësore të kryetrajnerit Koç Shiroka dhe vazhdimsinë e traditës së notit shkodran, që prej vitesh renditet mes ekipeve më të suksesshme në garat kombëtare dhe ndërkombëtare.
Rikthehemi në studio me atë që tha më herët është strategu i tyre sukseseve prej disa vitesh që po e mban sportin e notit me shumë pasion në elit, madje po prodhon kampion dhe rekordmen. Profesor, për te kushteve që e kemi thënë, po i rikthehemi pjesërisht, vazhdojnë të jenë të jetë vazhdia, notë Shkodran pa një pishin. Pishin të hoteli Luani Menkush, një pishin modeste, jashtë kushteve teknike. Duhet falenderu se ju ka hapur dyert për të servitur edhe në ato kushte, por fjala është klubi Vllaznia, strukturat vendore, ka vite që e premtojnë një pishin, kanë qenë 2 të tilla në Shkodër, një pishin e mbyllur, pishin e uzinës së telave, me ujë të ngrohtë ku në dimër janë zhvilluar gara, por edhe pishina tjetër që ka qenë e hapur, tash s'ka asnjë. Në biseda me kryetarin e bashkisë na është premtuar disa herë, por nuk për momentin nuk shohim gjë. Na vazhdojmë përpjekjet maksimale në të kushtet. Dhe pse në të kushte rezultatet nuk mungojnë? Vend theksoj Viki Tafruku. Ndërkohë, me fani profesor, regjia ka disa foto, për pos pamjeve që ndoshim, ka disa foto të cilat na shoqërojnë gjatë bisedës me profesor Shirokin. Vjen theksohet puna e zakonshme të Viki Tafrukut, e cila në garat e Shkupit, në garat e Dubrovnikut, në garat e Mynihit, në të gjitha garat që bën Shqipënia dhe kjo fundit, të ketë në maksimalisht dhe ishte pretendente kryesore e të gjitha garave të stilit lirë. Ajo është specializuar në 200, 400, 800, 1500, por nuk hezitoj të konkurroj edhe më të mirë në Shqipërisë me Arla Dyrmishin edhe në 50 edhe 100 stilit lirë. Vlerësoj edhe punën e jashtëzakonshme të lojtarit të ri, Joel Gulemit, i cili krahas garët e stilit lirë, ku është i specializuar në 150, 100, 200, 400, ai mori pjesë dhe në garët e Delfinit dhe në garët e Shpinës, ku edhe këtu zoni vendet e para. Por nuk janë afru pranë ekipit dhe vazhdojnë të jenë në alësinë e punë dhe Skerdi Kroni, i cili u rikthy edhe herë vendeve të para, ato të dyta, për arsye se pati një shkputje, ish kampion absolut në moshën 11 vjeçare. Cili është shkputjes? Po, momente janë edhe për dikën nuk i nështrojnë së të vidjeve si duhe, nuk e ka rimar veten edhe shpresojnë kampionat kombëtar që e kena me 29 dhe 30 gusht e i përsërit thët kampion. Spikati Klea Dedi, një sportiste talentume, në gjitha garat, në Delfi, Shpinë, Betkoc dhe Stiljer, ku zuni vendet para, dhe shpresoj që na bajnë së vidjet të parasysh se nuk më delë fort së vidje, një herë, 2 herë në javë, një koqë sportisti notit dhe në përdit. Dhe në përdit mu stërvit në nërë intensive. Theksoj edhe Adriel Markun, Arbor Markun, Frederika Rotanin, një bretkuciste e shkëlqyme, 9 vjeçare, e cila ka një perspektivë të zakonshme. Garet e Bretkoc besoj që do të flasin vetëm në emrin e Frederika Rotanin. Mirë me Rotanin në haqon dikun ka zona e Jobanit, aty ku kanë lujtër dhe futbol, disa vajzat të fiqit Rotani, apo kemi ndonjë... Ranzat Bëshatit rrinë, është Angela dhe Frederika, motër e vllaç që njekun se vitin, janë të jashtëzakonshëm, por Frederika spikat në garat e Bretkoc. Mendoni që mund t'i afrohet niveleve të Rovena Markut që ka qenë Rovena Markut, Mozalia ka qenë një kampion absolute në garave të Bretkoc për ekipin e Vllaznisë. Shpresoj Tarida është duhet me ne gati për me kap talente. Medaljet për se cilin individ, ndërkohë që regjia na shoqëron me fotot. Joel Golemi u shpall sportisti më i mirë i kategorisë E, du fituar 4 medalje are, disiplinat 50 dhe 100 metër stil i lirë, 50 delfi dhe 50 shpinë.
Viki Tafruku shpat sportistja më e mirë në kategorinë C dhe e dyta më e mirë e kampionatit, duke fituar 2 medalje arit në 200 metër 400 metër stil i lirë dhe 2 medalje argjendit 50 dhe 100 metër stil i lirë. Klea Deli u shpat sportistja më e mirë e kategorisë E duke fituar 4 medalje arit në disiplinat 50 dhe 100 metër stil i lirë dhe 50 dhe 100 metër shpinë. Skeldi Kroni fitoi 3 medalje argjendi në 50 stil i lirë, 50 delfi dhe 200 metër kanotim dhe medalje bronzi në 100 metër stil i lirë. Këtu theksojmë Andi Hasanej, sportist që vjen nga Londra dhe bani i kërkes pranë klubit Notit Vllaznia, para 3-4 muajve, kam qef me ardhë me kalu pushimet në Shqipni dhe a ban me ardhë me bas të rritje me ekipin tonë, na bam edhe federimin e ti dhe mori pjesë në garat dhe bërtkos. Profesor, kjo është një provë shumë pozitive dhe teksa ju theksoni këtë bashkëpunim që keni pasur me këtë sportiste, na vjen në vëmendje një rast që ka vite që lakohet, bëhet fjalë për atë sportistin e talentuar, kampionin e karates që garon në Itali, Michela Skandaj, është një kampione e Europët, në kampione e botet, por shfaq dëshirën të konkurroj për ekipin kombëtar dhe ka disa vite që nuk bën hapa për para për ta pranuar, ndërkohë që kombëtari italian tashmë e ka bërë të vetën dhe po e shfrytëzon duke fituar trofe. Unë jam i kënaqur se një muaj të vite që bani u përshtat shumë mirë me ekipin, edhe ju përgjigj. Jo, përpos anës teknike, ana e procedurave janë okay. Jo, e kam diftuar për varën programin dhe ishte shumë i kënaqur me atë programin që bëjmë na. Edhe ju përgjigj të gjitha sfidave, stëvitjeve, kushteve që kena na, u përshtat në të kushte që kena modeste, por erdhi dhe bani edhe gara. Por sot mori lajmin që ishte pjesë e ekipit kombëtar të British. Dhe do të fillojë stëvitjen me ekipin e parë të ka garuar për vllaznin dhe tashmë për kombëtarën e Anglisë. Pra, ishte kënaqësi edhe për ne, për me pas një notar. Mund ta konsiderojmë një zbolim të Kolçirokës? Ja, s'ka lidhje hiç me mua, po. Unë jam përgjithë kërkesë time me bëj stërvitje, ja kam bë maksimalisht, edhe kanë me të kënaqur. Thash, sot e morën vesh që po shkon e bën stërvitje me ekipin kombëtar, kënaqësi edhe për ne, me të thënë drejtën. Krahas tyre kena pas edhe tjerë, po ky ishte niveli i lartë, edhe 2 sportista stërvitën edhe këto prej Londrës, janë një nivel tjetër më të ulët, por unë kam kënaqësi që po afrohen pranë ekipit. Sa është kontingenti që stërvitet në grupin tuaj? Po, unë kena shumë veç që vinë me mësu natin, me mësu teknikat, me arsysh të core nga më të nëshmet, po ekipi ku marrin pjesë dhe janë federum, janë 14 vetë. Po kishim janë 6-7 veti që në shput këse rrallë për arsye se Vera, Velipoja, Domboskaja që shkojnë në lojna që organizojnë shumë mirë, edhe kishim i farë shputje për disa sportistave, ku edhe pretendojnë për me marrë pjesë edhe me marrë medalje. Prej 9 vetëve, këto u përgjigjen thirrjes për me shku të kjo kub, ishte për nërë të pra, ekipi i TUC bashkë me Federatën e Notit organizuar për nërë të një ish sportisti dhe trajneri me 40 vjetë trajnera grën Ismail Ali, që nuk jetë në ma, por në kujtim të ti, na ju përgjigjëm thirrjes për me organizu, se na ishim në mesin e sezonit të përgatitjes për kampionatin kombëtar. Dhe nuk është të lehtë për më shkut prej stërvitjes. Po, ju përgjigjëm thirrjes. Profesor, sa të vështirë keni në aspektin personal, sepse ju keni një detyrë Shkodra një mirë prej vitesh, jeni i përkushtuar në fushën e arsimit dhe prej shumë vitesh drejtoni shkollat më kryesore të qytetit të Shkodrës, aktualisht jeni drejtor në shkollën e gjuhëve të huaja. Me shumë sukses janë vlerësimet për punën tuaj arsimore, por po ashtë të suksesshme edhe në sportin e notit. Nuk është e lehtë në thënë drejtën, për arsye se sportiste si Viki, i cili merr pjesë në kompeticionet ndërkombëtare, duhet me bazë të vite me edhe 3 herë në javë na dalim në orën 5:30 deri në 7
në Melgush, në mjes. Për aty në 7:30 do të me kenë në shkollë, edhe me kenë në kryet detyrës pozicionit e detyruesit. Dhe paka shumë i kam da punë për dite me shkollën, mos dite me sportin. Jo, se keni da, nuk diskutohet se keni da mirë, por i kisha fjallën që bërë me dje publikut se kjo është shkollë Qiroka, pra një personalitet i fushës arsimit, një drejtor shkolle shumë me rezultate pozitive, por edhe një trajner mëse i merituar. Por jo vetëm Kola, por me sa kam vërre ju në stafin tuaj, e gjithë familja Qiroka. Vajza e vogël aty në mu për momentin. Meri është në mu për momentin. Kam edhe në është bashku Fatmi Shpuza, ka koqi bashkëdan me në ndihmon ish notar dhe waterpolist. Shumë bukur. Dhe kena edhe 2 vajza të reja cilët janë afru ish notare, që në ndihmojnë për mësimin e notit e fëmijëve dhe për disa aspekte që nduhen mu të stërvitje. Gara të arshme, thatë, është kampionati kombëtar, Kampionati kombëtar kena një synim, vikit e frukut shpahat sportiste ma mirë në aktivitetit. Nuk është kollaj, për arsye se nuk ta falë Stela. Stela Tirana janë ekipet që nuk ta falin kollaj, por objektivi kena bu vedit, dhe thymin e rekordit 200 stilirë, ku është prej 2016 e majtën nga Noel Borshi. I kena këta 2 objektiva me Vikin. Objektiv kena për me majtë sportisti maj mirë për kategorinë Joel Golemi edhe Klea Dedi. Edhe Skerdi Kroni ka një objektiv për me dalë vendet e para, shpresojmë ta janë Maja. Pa harru dhe Federika Rotanin. Gjithë këtyre emrave që thatë dhe gjithë e meritojnë një vlerësim maksimal, shumë po flitet për Vikit Afrukun, për këtë vajzë cila po rritet në duar tuaja për që e vogël në sportin e notit. Ka kohë që ajo ka ba emër në sportin e notit, ka pas edhe oferte kam thanë që për me në shqyqy që nuk shkoj dhe po mundohen... Kombëtarja e Turqisë është interesuar për bestanjerit e Gjon Shyti. Për mjetë Gjon Shytit ka ba i ftesë për më shku me ba dhe stëvite atje. Nuk u vane për arsynet që thamë ma mirë që... E kisha fjallën që ka parametra për vazhdimsinë se drejt tashmë i ka arritur gjitha, edhe pse mosha saj është shumë e vogël. Mosha saj e vogël, 15 vjeçare, 15 vjeçare tash apo i ka mosh. Ka mundësi garimit, pra tash në Kup Komen ku ishte edhe pjesë e finaleve të Kupës Komen, kampionat mesdhetar që u bame në Novi Sad, edhe mori pjesë konkurroi, besoj që i kena pasqyruar disa gara. Për ashtu këto sportiste Izraelit, Turqis dhe Italis me përpara Slovenis, Malizzi, Serbis ishte përpara këtyne, nuk ishte e vogël pra për me kenë përpara ekipeve si Slovenia, Serbia, Malizzi, Macedonia, pra Bulgaria ishte përpara këtyne ekipe, sportiste ekipe, Vikit apo. Në fundit, ajo që ka rëndësi dhe po jep rezultat, ka të bëjë edhe me marrëdhënien që ju si staf drejtues keni me komunitetin e prindve, të cilët janë shumë të interesuar për fëmijët e tyre dhe i mbështesin, i ndjekin edhe në përgara. Nuk kena që bëjmë pa prind. Pra, për arsye se kështu janë të ndërtuar rrethanat, largësia nga pishinës nga Shkodra, mundësit e financimeve, pra ekipi, pra noti është një sport i cili do të paguhet pishina, pra do të ketë një mbështetje financiare, kështu që po s'kene prind, është e vështirë. Ndryshe nga futbollit, Ndryshe nga futbollit, prind kërkojnë nga shumë, bëjmë i mos gjithë futbollista, sepse janë prind në kupton. Kudo komuniteti i prindve është prej ne po flasim për notit, për të akademia, do ta kuptojnë sepse por edhe tek ekipet e moshave të shoh që e kam mbështetje pozitive. Pozitive. Ajo është kryesore, po kishe një bashkëpunim mirë me prind, si thot profesori, po ta kishe pozitive,
ecë edhe punë, sepse çdo trajner don lojtarin e mirë, besoj. Jo, ata janë bindur që unë jam nuk e të kemi bindur që stërvitja është më personale edhe është edhe dy pas rezultat. Nga kompeticion këta ndryshojnë. Prej stërvitjes provin rezultati dhe rritja. Jo, prindja janë të bindur që stërvitja i bëhet në profesionale dhe nuk ka asnjë, nuk ka diferenca me sportistave njerëz, nuk ekziston. Diferencime gjana. Diferencime nuk ekziston. Kualiteti ka të bëjë shumë. Na këtu kanë se edhe në sport individual, nuk e ke problem. Pra është kronometri edhe tabela aty s'ka më i don punë, do të thënë i don punë. Profesor, ju përgëzojmë për këto rezultate, sepse me të vërtetë meritoni respekt për punën shumë pasionante dhe profesionale që po kryerin ndaj kësaj kategorie të notit shqiptar. Sukses në kampionat dhe shpresojmë të realizohen objektivet tuaja. Pa shkuar tek basketi 3x3, në këto momente po luhet edhe ndeshja ndërkombëtare para në turin Europian e vllaznisë së femrave, ndërkohë regjia ka disa plane të cilat vllaznia ka realizuar edhe stërvitjen. Stërvitjen e fundit, janë planet e stërvitjes së fundit në Çipro dhe në Florent ju e keni ndjekur, sepse pak a shumë edhe tek ndani edhe fushën tek Reshit Rusi me vajzat e futbollit. Lazar Matin. Meriton respekt presidenti Lazar Matia. Sepse është një shumë pasionant, unë e shoh çdo ditë të pranë stadiumit. Është një. Këtu janë në Çipër, seanca e fundit. I kanë kushte maksimale vajzave, si në ushqim, si në akomodim dhe në stërvitje. Besoj se është një president i rrollë për një ekip, duke mojtë edhe zi sa vjet kampion rresht ekipin e femrave. Besoj se ka bërë edhe një ekip bajaget një duke afruar 12 lirë. Nuk është e lehtë gaci të mbash një ekip futbolli dhe me gjithë ato investime. Besoj se shpresoj që të fitojnë sot, që të kemi një short sa më të mirë do të ecim sa më përpara, sepse meriton Lazari, sinqerisht edhe vajzat e ekipit vllaznisë. Edhe për qytetin është shumë gjë pozitive. Kulo ndeshjet e futbollit të femrave? Nuk kam kohë njegës për nga Ju pa tjetër sepse tek vllaznia është edhe një pjesë e kategorisë nga Kosova që përfaqëson vllaznin. Rezultatet e vllaznisë janë fantastike, 13 herë kampione e Shqipërisë. Normal. I përgëzoj për suksesin që kanë, po faktasun nuk ka se njegu shumë, po Nësa po është tani po hupin 0-1 gac ekipi femrave. Pjesa e parë në fundin e takimit është në këto momente ne sa po patëm një lidhje të drejt për drejt me pjesëtarët të stafit të vllaznisë, qoftë me përgjegjësin e ekipit Sami Shoshi, por edhe me drejtorin teknik dhe videoanalistin Oliver Matia, të cilët na kanë dërguar dhe pamjet e para të zbritjes në stadium dhe të fillimit të ndeshjes, por pjesa e dytë Flori, mendon se do ta përmirësh vllaznia? Shpresoj gaci sepse edhe duke po edhe ndeshjen që në videoanalizë që kanë po ekipin e kundërshtar, nuk ishte një ekip fort i lehtë, duke po edhe afrimin e vllaznisë në kohët e fundit, sepse çdo ekip do në kolodimin e vet apo jo profesor, sepse nuk mund të bëhen për një 12 afrime që të luajnë. Është shumë e vështirë dhe shpresoj që të barazojnë ose të fitojnë ndeshjen sot. Sepse është edhe një mundi që unë dam është një ndeshje shumë decisive kjo sot, sepse nëse nuk fitohet, më themi shpërndarohet një sezon i tërë, gjithë ato shpenzime, investime që presidenti presin gaci, presin që dolin në Europë dhe marrin të ardhurë nga UEFA që të mbushin arkat për të bërë një ekip sa më të mirë për sezonin tjetër, sepse ardhat kryesore janë nga UEFA. Vetëm pak 2 ditë përpara se ja ky është momenti i mërritjes së ekipit. Po ta shikosh një ekip serioz, shumë mirë organizuar, dhe ka të bëjnë shumë edhe kjo gjë gatë si paraqitesh në kompeticionet e jashtme.
Përpara nisjes drejt Shqipëris, presidenti Matia prezantoi një skuadër të tërë, 10 blerje. Po, po fli që edhe me profesorin është shumë e vështirë, sepse vetë kushtet që të kërkojnë duke luajtur në kompeticionet europiane të kërkojnë një ekip një mash më të lartë me disa futbollistë më të mirë, dhe është shumë e vështirë që të bashkë një ekip për një muaj. Që të organizohen bashkë ekipi që të binë në skemat e trajnerit është shumë e vështirë. Dhe është problem kjo gjë. Ka ndru pothuajse një ekip tërë dhe është shumë e vështirë. Shpresoj që ta kalojnë këtë ndeshje, të bëjnë një paraqitje sapat një pjesën e dytë dhe të marrë rezultat pozitiv. Nëse kalohet me sukses ndeshja e mërmes së sotme, atë shkohet në finalen e grupit. Po. Dhe pastaj ka përsëri punë për të ecur me tej, por gjithatarë nga sjellja, po fitoi sot duke po finalin. Gjitha janë mira për ekipin. Sot po dështunin është një problem edhe për ekipin, sepse është edhe një, si shtati është mundi djesha gjithë vitit. Shpresoj që ta kalojnë me sukses. 13 herë kampion e Shqipërisë nuk është pak, kjo është momenti që skuadra vazhdimis me në krye kapitenin e Kuqeblu Megidoçi, që është dhe kapiten e ekipit kombëtar, po zbret në fush për të nisur zyrtarisht ndeshjen. Kjo është momenti i fillimit të ndeshjes, jo i nxemjes, me sa po ata komunikim me Sami Shoshin që ne i dërgoi të video. Sukses, besojmë që në pjesën e dytë Vllaznia ta përmbys rezultatin dhe të kalojë tek finalja. Sposohemi tek basketi, nuk është mërzitur vetoni, besoj se ishin momente se duhet të trajtoheshin edhe këto, edhe noti edhe futbolli, por kemi pamjet se na vijnë pikërisht nga spektakli katërditor i turneut i kampionatit ndërkombëtar të basketbollit 3x3. Veton edicioni 11 që zhvillohet, po i 5 në Shkodër. Po, kjo edicioni i fundit ishte edicioni më i veçantë, më të thënë, duke se ishte edhe kategoria femnave, e cila pati një sukses shumë të madh, cilën kishte pjesë ekipe edhe prej Kosovës. Ishte një risi, por që me fitoren e ekipit Shkodran, shumë gëzum. Ishin emra të njohur të basketbollit shkodran, si Medina Mustafa, Ingrid Dashja, basketbollistja tjetër Reshka, Bernarda Reshka, e cila ishte pikëshënuesja më e mirë gjithë torneut, por edhe një amerikane, Jessi, e cila sipas informacionit përpos se luajti me Vllaznin përfaqësues basket 3x3, do të jetë pjesë e Vllaznisë në vazhdimsi. Kështu na u tha. Po mendoj që do të jetë një përfaqësim shumë i mirë për vajzat. Shpresoj por e rëndësishme është se suksesi i parë dhe titulli i parë kampion në kampionatin ndërkombëtar të basketit 3x3 për femra i takon Shkodrës, e nisi Shkodra me debutimin e parë. Kjo është një gjë e mirë, duken se janë edhe vajzat qytetit tonë, edhe na bajnë më shumë të lumtur. Rreth 35 ekipe, me të vërtet shumë masivitet, shoqata kombëtare e basketbollit 3x3 që drejtohet nga dyshja e pasionuar shkodrane, pikërisht Roni Xheçaj dhe Antonio Shabani, ka bërë një punë me të vërtet shumë cilësore. Në këtë moment po shikojmë edhe dorëzimin e medaljeve. Kjo është ekipi 3-ve. Apo ekipi i parë? Jo, kjo është ekipi i parë. Kjo është finalja e madhe. Ekipi Landriano i përbërë shqiptaro-italiane që mundi ekipin e Shkodrës su i zhgucë. Po. Shumë dramatike kjo ndeshje. Ishte një ndeshje e fortë, por që... Ja dhe Florent, 1.000 euro shpërblim skuadra kampione. Bola. Me në bola një me lujtë basketbol, vers. 1.000 euro që mund t'i ketë noti kalon dësi, apo jo? Normal. Me gjithë atë... Ata në gjithë nga calosh i stimin. Në thonë dhe. Meriton. 1.000 euro i freskat. Kështë edhe premje edhe stimet të tjerë që janë afruar nga sponsorit, por me të vërtet kjo finale beton ishte shumë dramatik, ishte shumë pranë. Ekipi Shkodran me emra shumë të minjor të basketbollit, veteranet
Damian Bekteshi, John Doja, si kishte ardhur nga Italia, dhe na kujtoi dyshja Damian Bekteshi, John Doja, vllazin e dikush me kampione, por edhe dyshja e trive të talentuar si ishte Kobliku dhe Sinani, pjesë e kësaj skuadre, ishte shumë pranë titullit. Çfarë ndodhi? Sepse ishin shumë pranë duke ndjekur, e kishte mundësi ta fitonte trofeun. Po, them një lloj sigurone. Tu bëjmë dije se është ekipi i femrave. Shkodrëve të femrave, që tha Medina Mustafa, Reshpja, Dhe Dashja, doja Elbana Soni. Amerika. Ku t'jeti pranishëm e Soni, ko sukses. Drejtori këtu është në cilësinë e specialistit të sportit pranë Bashkisë Shkodër, sepse ka dy detyra Albania, edhe drejtori i Akademisë Vllaznia të futboll, por edhe specialist në zyrën e sportit bashki. E meniment shumë i bukur, shumë. Vajzat shkodrane, se e ndërprejmë, me qenë se dolin edhe pamjet, për finalen po flisim, se çfarë ndodhi si e humbi ekipi shkodran? Po, ishin gabimet vogla që i lanin mundësinë ekipit italiano-shqiptar që me fitu. Ata i shfrytzuan ato hapësina. Pak edhe momenti nervozizmi nga fundi, humbin qetësinë sepse e donin ta fitonin këtë. Normal, aja është gjotë që në sport. Në kërkush nuk den me hub. Por duhet thënë që pjesë e këtij kampionati ndërkombëtar të basketit të re ishte veton Gjecaj, që bënte pjesë me një skuadër që konsideroi kampione. Ne komentuam finalen, por skuadra juaj duhet ta pranojmë. Unë kam qenë në komente, kam përcjell disa herë spektaklin tuaj gjatë ndeshjeve, dhe gjithë theksonin me plot bindje se skuadra vetëm Gjecaj do të jetë kampione e këtij torneu. Ashtu e parashikuam edhe ne, ishim shumë optimist që kishim me dalë në finale, edhe pse jo me fitu, por që një lloj sigur edhe ekipi tjetër Shkodran që hupin finale, edhe ne kishim shumë gabime, cilat mund të thema që mund të kena në vlerësu pak edhe rezultatin, pasi që... Ju shkëputet shumë, shumë pranë fitores, dhe u krijua bindje se po e fitoni me diferencë, po lëshuhet në fushë basketbolli ka këto surpriza. Them se ajo është edhe arsyeja më e madhe pse mund kena hub. Kolegët e skuadrës tuaj kush ishin? Ishin Rej Hoxha, ishin Fatjon Kuçi, edhe Felix, që vite nga Austria. Rej Hoxha specialist shumë i aftë të gjutjet për 3 pikë. Ndërkohë Fatjon Kuçi me ato lëvizjet e tij shumë të... Jo, të 3 lojtarët të ekipit kanë kënë një me madhe shumë për ekipin, pavarësisht se nuk arrit me atë që kërkoshin. Ndërkohë pati edhe 2 konkurrime për gjutjet më të mirë për 3 pikë që e fitoi Saad Kobliku. Po, Saad Kobliku. Basketbollisti i ekipit që humbi finalen. Shpërblimi ishte 100 euro? Po, 100 euro. Ndërkohë pati një tjetër garë interesante për zhytësin më të mirë, që fitues është pa vetëm Gjecaj. Po. Ishte gati 10 garues për të demonstruar dhe Florin fituesi i kësaj gare, sipas drejtuesve të kampionatit ishte në lidhje ai sportist, ai basketbollist që merr me tepër dorë rrugiti ovacione nga publiku, ai shpallë fitues, pra gjithçka ju lënë në dorë publikut. Dhe demonstrimet e veton Gjecaj ishin spektakolare, të gjitha. Po edhe të lojës vetë. Të gjitha ishin fantastike. Shumë faleminderit. Po fitoj në lek, po në lek, të zhytja. Po gjos kena dalë. Jo, 100 euro, një palë syze. Po shumë. Por, sidomos ato depërtimet dhe zhytjet me shpinë, ishin diçka që rrallë shikohen. Unë thjesht janë gjona që nuk ka se janë vlerësu me shumë basketbol, sa ato janë më shumë për spektakël. Por që jam i gëzuar pogën që fitova, se konkurrencën e kam post fort. Flasim pak edhe për aspektin personal tuaj në përvojën në Kosovë, por të përshëndrojmë te kampionati edhe përsëri disa pamje nga Rezia,
pati garë edhe nga publiku, kishte larmi, organizatorët kishin menduar gjithë shka për ta bërë sa më të larmishme kampionatin, që në një moment pati garë edhe publiku dhe pjesëmarrësit u caktuan me këtë mënyrë, me çfarë pash, u hillte topi në tribunë, ishin 3 tribuna plot në zonat. Dhe kush kapte topin i pari, ai ishte pjesëmarrës, konkurrues, pastaj konkurrimi ishte tjetër, por pjesa më e madhe ishin fëmijët vezët, të moshave 10-12 vjeçar. Ata me zorë mbanin topin, por edhe po shënonin. Ajo është më shumë edhe si një falënderim edhe për publikun që kanë ardhur me tash 4-net, kanë numër shumë. Numër rekord ishte. Po. Them se ky vit mund të kenë viti më i suksesshëm, që shpresoj pse jo edhe vite tjera më rrit sa më shumë numri. Edhe gora ishte me gjujtë të lirë. Ishte shumë e vështirë me zgjellë një person, për natë edhe organizatorët vendosën që mi hall topat. Por që fituesi ishte një fëmijë i vogël i moshës rreth 10 vjeç, 11 vjeç ndoshta, edhe një djalë mund të kenë rreth moshës 15-16. U shpallën 2 fitues me pikë barabarta dhe organizatorët i shpërndanë edhe bazë materiale, topa, fanela, uniforma. Çmimi ishte edhe 300 euro për mu shpenzu tek për syze. Bukur. Po të dalim tek publiku, ju tha ju, një numër rekord, 3 tribuna, profesor Kola, nuk e di, ju ka takuar. I kalim sepse gjithë Shkodra u njoh me këtë aktivitet, sepse vetë ambienti sportiv, sheshi qendror Nën Tyreza i Shkodrës, ishte improvizuar tribuna aty ku në fakt pedonalja e Shkodrës, gjyra tradicionale e Pijatës nuk u ndërpriste për asnjë moment. Gjyra e vazhdonte, kampionati vazhdonte, tribunat plot, por edhe vetë qytetarë shkodranë që bënin gjiron tradicionale, ato ndaleshin shpesh dhe ndiqnin, por jo vetëm kaq, por kishte edhe shumë të huaj veton. Shumë turistë të cilët kanë zgjedhur Shkodrën për të kaluar pushime dhe ndoqën kampionatin, fotografonin, filmonin me shumë kënaqësi. I shikoja se i bënte përshtypje dhe me të vërtetë ishte organizimi super model. Kjo është i gjoha mirë për mendimin tim, se kjo mund tjetë edhe një arsye për me tërhek sa më shumë turistë ose për mi bo reklame edhe qytetit. Në përgjithësi në raport me në Shero, kur është zhvillu vjetë tjera, këtu kishte më tepër. Shumë më tepër. Zhvilluar një edicion Shero? 2 edicione Shero. 2 edicione Shero. Edhe 2 edicione janë këtu. Unë mbaj mend këto që i kam komentuar unë të saj, por ngarkesë e madhe, fillonte në orën 17 ndeshja e parë dhe rreth orës 12:30 mes natës zatëshin ndeshjet ishte me masivitet, me lodhje, por natyrisht me kënaqësi dhe merite e takon dyshës organizuese Roni Gjeçaj dhe Antonio Shabani, 2 djemë të pasionuar shkodran, 2 djemë që janë edhe pjesë e stafit teknik të ekipit partit superiorës për krah e një Llazanit, të cilët janë edhe drejtues të shoqatës kombëtare të basketit 3x3. Po, të janë edhe organizatorët, të janë kryesorë, si më thonë, pjesë e stafit 3x3. Por, ajo që thamë me herë, dinastia Gjeçaj. Roni Gjeçaj, organizator në tavolinën shëndrore të gjyqtarisë, vetëm Gjeçaj në fush si konkurrues, por edhe në tavolinë ishit pjesë e grupit kontribues organizator. Silver Gjeçaj, djali i Xhaxhait juaj që luante edhe ai me një ekip shkodran dhe mjeshtri tjetër Bledar Gjeçaj, babai i Vetonit, ishte në tribunën qendrore dhe vëzhgonte si një i ftuar VIP, pra një dinasti e basketbollit shkodran me 4 Gjeçaj me radhë, po duke i shtuar edhe të mirënjohurin Ridvan Gjeçaj, i cili fatkeqësisht nuk jeton, u dash shumë herët nga jeta, një është kampion dhe rekordmen i notit, kolegi juaj, se ju i keni njohur mirë, e plotson akoma më shumë edhe familjen sportive Gjeçaj, të kënaqur për kontributin në sport, not dhe basketball. Normal jam shumë i kënaqur edhe
për përshtypjet mira që kena lënë si familje në këtë qytetin e Shkodrës. Por Bedon Gjeçe dhe Bledar Gjeçe po vazhdojnë në superiorin në Superligën e Kosovës. Me fol pak si po shkon përvoja në Prizren. Me sa kam informacion dhe kemi parë dhe shtypin, kemi ndjekur shtypin në median sportive kosovare, vlerësime, super vlerësime për babajnë tuaj, për trajnerin Bledar Gjeçe, që më herët ka qenë kampion absolut si basketbollist me Bashkimin e Prizrenit dhe tashmë rikthehet si trajner. Por rikthimi i kësaj radhe është së bashku me ju. Kjo është e veçanta. Po, kjo është shumë e veçantë, por që për mua është pak edhe përgjegjësi, sepse duhet me bo sa më krenar, edhe me majt atë përshtypjen që kalon. Bukur. Mos e ul nivelin. Me majt. Kur babai është trajner, sportisti gjithmonë, siç është edhe rasti i Vetonit apo jo, vazhdo ka privilegj për ka edhe përgjegjësi. Ka edhe ky përgjegjësi vetë veta, sepse në mënyrë shokëve duke pasur babën trajner, duhet me keni fije më ndalë sepse fillojnë një kështu. Por edhe profesori do të ketë edhe i përgjegjësinë vetë duke pasur djalin aty në ekip. Besoj se po duke marr pastaj duke marr si të thonë titullin, do të jetë dy fish më i gëzueshëm momenti. Sezoni 2 që jeni pjesë e Superligës së Kosovës. Kosova ka traditë e hershme me ish Jugosllavin e basketbollit, dhe sidomos në Prizren ka fest sa herë luan Bashkimi i Prizrenit. Po, basketbolli aty është sporti më i njekun, domethënë. Po lanë futbollin, po aty kudo që shkon rrugë, në lokal, çdo ditë flitet vetëm për basketboll. Basketbolli është primare, ka marrë dhe futbolli. Po. Ka nivele të larta. Ju jeni vërë personazh patjetër, sepse Bledari, profesori, është për herë të dytë dhe njihet, po tashmë ju për herë të sezoni 2 të radhësi, gjithë ky djalë. Po, si më thonë ty, pak është edhe prej babit, dhe më thonë që më njohin, pak jam të mundu dhe vetë me e bo armin tem sa ma të njoftën. Edhe ky sezon është do të vijoni patjetër në Kosovë dhe ju dhe Bledari. Po, edhe këtë sezon do të vazhdojmë. Shpresojmë që këtë sezon të kena sukses, edhe pse me dalë kampion. Urime për kampionatin e basketit 3x3, edhe për lojën fush, por edhe për organizimin, si thamë më herët, keni qenë pjesë e grupit organizator, por vëmendjen kryesore dhe meritat më të mëdha shkojnë për dyshen drejtuesit e shoqatës e basketbollit, shoqatës kombëtare Roni Gjeçe dhe Antonio Shabani. Me të vërtet, profesor Kola meritojnë një vlerësim maksimal, janë djem shumë punëtorë dhe një organizim i niveleve ndërkombëtare. Ishte 4 ditë spektakel, 4 ditë emocione, 4 ditë rekord tifozësh. Shkodra jetoj me basketbollit. Antonin e kena dhe pranë sportit notit dhe për gjitha aktivitetet raportojmë dhe konsultojmë si inspektor në bashki si specialist në zyrën e sportit. Kështu që Antoni është i njoftën mirë, po edhe Roni është i njoftën më në jemë. Si djali një miku tuaj, Ridvan Gjeçe. Me i kontribut të jashtëzakonshëm në fushën e notit. Kështu që sigurisht do të bashin më të mirën. Respekt për këtë dy që mbyllin komentin për kampionatin ndërkombëtar të basketit 3x3 me vlerësimin maksimal për dyshen Roni Gjeçe dhe Antonio Shabani. Pak minuta për Basanjen që sot u prezentua stafi i ri. Kemi disa pamje të momentit të stërvitjes parë. Kjo është momenti që ka ditë që është folur që Basanja ka një organizim të ri që nuk ishte ndodhur prej kohësh, me një staf italian, me drejtor sportiv italian, me trajnerin Arbër Shytani. Dhe kjo është skuadra Bardulla, skuadra Basanjës, e cila me një fytyrë të re, një ditë ndryshe, kjo është stafi.
drejtori sportiv Fatmir Marku. Me sa po shoh, e pas kam marrë seriozisht, duke po edhe stafin Orbenë në një për ofër, është një djalë ambicios që punon mirë. Besoj që të pritet marrë, Susteviket po i vazhdo kanë të Zmian, me sa po shoh. Kjo është seanca e parë tek kompleksi sportiv Zmiani për arsyen do të kemi edhe më pas do ta mbyllim me intervistën me presidentin e Basanjës Ermir Shima, i cili sqaron edhe situatën e terrenit. Pavarësisht se fusha sportive e Bushatit është jashtë kushteve teknike për momentin dhe kanë zgjedhur këtë kompleks. Po ta shikosh aty është një kategori shumë e fortë, sepse unë kam luajtur disa vjet në atë kategori dhe po s'patim mbështetje si nga ana financiare dhe I shiko pak këto djemë që ju keni kaluar dhe po keni përvojë. shitoni mund të keni marrë edhe djemë nga ekipi të rive të Shkodrës ose dhe ekip tjetër, sepse është një që ka punu me ekipin me ekipet e mosha dhe mund njohin. Një disa lojtarë tjerë ato që kanë bërë në kategorinë e parë ose të dytë. Besoj se ekipi do të ketë shumë nevojë për përforcime, sepse si thashë më përpara është një kategori shumë e fortë që duhet të ketë një mbështetje të shumë anshme për të dalë një kategori më sipër, nuk nevojit vetëm thjesht. Është një grup i fortë, është më tepër që tashmë ka ardhur dhe Vllaznia B. Sigurisht. Edhe besoj se do të jetë një kategori shumë e fortë. Ky është Fatmir Marku, drejtori i klubit për krah presidentit Ermir Shimaj, i cili ka meritin kryesore për këtë Basanje që punon prej vitesh. Kushdo që investon në Shkodër si në sport është shumë i respektueshëm, sepse nuk ke që vetëm hallin lek nuk ka diçka mbrapa, besoj. Dhe është shumë gjë pozitive që të ketë disa ekipe i Shkodrës, sepse ka futbollistë mjaft që po luajnë, po mbushin ekipe si Laçi, Korça apo çdo ekip tjetër. Ke edhe Lezhën që ke mjaft në Shkodër, duke pasur edhe stafin edhe lojtarë tjerë. Një misore, me qenë se përmendet Beslidhe, misore dinjitoze përballë Vorrës, Barazim, me sa më thatë? Po, Barazim 1-1, unë i njeh sepse aty kam shok si Marku, kam si Lozin Trashi apo lojtarë tjerë si Lozin aty, kam edhe shok si kam luajtur me Shtopinjen, edhe profesorin Displori. Besoj se bëj një punë mirë. Dhe janë për të ngjitur superiore, janë kandidatët numër 1. Shumë merkato të fortë, kontingent të zgjeruar, drejtori sportiv Renato Malota, trajneri Elvis Plori dhe zëvendës trajneri Stopina. Po kuptohet, është një kategori shumë e egër, kategoria e parë, sepse pretendojnë shumë ekipe për të realizuar ëndrrën për vërtetin superiore. Besoj se do të jetë një kampionat shumë i bukur, sepse kemi disa ekipe që pretendojnë dhe kanë bërë bleme shumë cilësore. Mes tyre spikat portieri Marko Molla, ai që është folur shumë, portieri kombëtar që ka ardhur nga Italia dhe ka zgjedhur Beslidhin për të kontribuar. Ka bërë me Teutën e Durrësit që zhvilluan atje si humbën me rezultate 1-0, bani disa pritje shumë mira. Ishin në Durrës? Jo, po është në sekuenca filmike. Besoj se po bëhet një punë e mirë. Më shpresoj që Lezhë afër është e mirë edhe për djem Shkodran që mund të luajnë në Beslidhen. Me qenë se përmendet Beslidhen, u sposum të flasim në një emision tjetër përgjithsisht për Beslidhen, por ta mbyllim me Basanjen. Deri ku mund shkojë kjo Basanja, sepse Oreksi është një staf profesional. Edhe më përpara është punuar mirë nga çete Basanja. Duhet të theksuar që ai që i ka dhënë ngjyrë ndryshe është Bernardin Kulla, menaxheri Shkodran që jeton në Itali dhe ai menaxhon dhe zhvillon dhe transferon talentet Shkodran në futbollin italian. Ai mund të realizojë transferin e Basanjës që mund të kenë një lojtar që i kanë vetë menaxher. Mendon se ky është qëllimi kryesor i Basanjës Sigurisht. Me këtë staf kur ka ardhur një drejtor teknik italian për të përgatitur talenta italian, talenta shqiptar. Po tjetër, ai do të shërbejnë edhe vetes edhe ekipit, besoj. Do të marrin disa lojtarë që mund të kenë menaxher për të dhënë hapësinë luajtjes në ekipin e Basanjës, për të bërë trampolin për më të shit për të fituar edhe anën financiare. Kuptohet se menaxherët kanë më shumë si biznes dhe janë bravo qoftë që po investojnë në ekipin e Basanjës. Dhe mbyllim aty ku filluam me ju tek Akademia Vllaznia, tek ndërkohë bëjmë dje më herët se do të transmetojmë të plotë intervistën me presidentin Ermir Shimaj sapo ta mbyllim misionin, por ta mbyllim me Bardullën për Akademinë
është plotësuar komplet stafi. stafi. Është plotësuar ke stafi, kemi pas edhe mbledhje me drejtorin Elbanasani, ku u bë edhe prezantimi i trajnerëve. Po bëhet një punë e mirë, besoj, në kushtet atmosferike që janë tani në Shkodër. Besoj se po punojmë seriozisht, po bëhen seleksionime çdo ndërmosh dhe po shkojnë çdo ekip në kualitimin e ekipit duke seleksionuar lojtar. Do të jemi gati për kampionatin që po afron. Besoj se unë tek ekipi 13 po bëjmë kemi një grup shumë mirë lojtarësh që po punojmë me seriozitet. Janë fëmijë si thosh edhe më përpara, duhet disi cilës si të stërvitësh edhe është shumë gjë pozitive, po edhe vështirë që trajnosh me fëmijë. Por besoj se do ja dalim bashkë me profesor Pironin, shpresoj që ja dalim dhe pretendojmë se jo edhe për të përpara me këtë ekip që kemi në superiore fitojmë titullin kampion. Ndërkohë bëjmë dijet që pas sot ka filluar madje në orën 20:30, si zakonisht Shiroka e zhvillon seanca servitore me projektor në fushën sportive dhe Shidruzi, seanca e parë servitore e klubit futbollit Shiroka, ku presidenti i Shirokës Ergia Xhani ka ndërtuar një staf të ri, është një trajner spanjoll, drejtor sportiv vazhdon tjetër Ardit Mani, një emër që tashmë shumë i njohur dhe kontribut për futbollin shqiptar, dhe elemente të tjerë, qoftë në stafin teknik, por edhe futbollistë do t'ju njohim më gjërësisht në emisionet e ardhshme. Ndërkohë, siç u thash më herët, do të transmetojmë intervistën me presidentin Ermir Shimaj, marr pasditën e sotme në kompleksin Zmijani, që flet për projektin e Basanjës. Ndërkohë unë falenderoj profesor Kolshirokin, ish kampionin e notit dhe tashme trajneri i suksesshëm i Vazhdisë në not, që po e rrit akoma më lart nivelin e notit shkodran. Faleminderit profesor. Bëjmë detyrën. Vazhdo, faleminderit. Urime edhe një herë për detyrën si trajner. Faleminderit për pasqyrimin e ekipit futbollit akademik. Vetëm gjeça i kënaqësi që ju kishe kohë që e prisja një gjë të tillë, sepse angazhimet tuaja në Kosovë nuk na ka mundsuar. Urime për spektaklin si organizator tashmë, sepse e humbet gjysmëfinalen basketit në fushë, por si pjesë e grupit organizator, urime të merituara për të spektakël që i llat Shkodrës për katetit me radhë. Dhe suksese në Superligën e basketbollit Kosovës. Shumë faleminderit. Së bashku me kolegët e mi të punët e transmetimit, pikërisht kryeteknikun e RTS Shkodrës Valmir Hysa dhe kolegun tjetër Ferran Gerdani, nga unë Gaspar Marko, ju përshëndes dhe ju lë në shoqërinë e intervistës me presidentin e Basanjës, Ermir Shimaj. Takohemi së bashku të mërkurën e ardhshme. Natën e mirë. Zotë Shimaj, nisin sot përgatitjet për sezonin e ri tek Basanja, duket edhe shumë ndryshime. Çfarë po ndodh tek Basanja aktualisht? Basanja, në fakt, nisim përgatitjet për sezonin e ri, 2026-2027. Besojmë se do të jetë një sezon ndryshe nga sezonet e mëparshme, edhe pse edhe sezonet e mëparshme unë i vlerësoj pozitivisht për te rezultateve, sepse Basanja ja ka arrit me sezonet e mëparshme edhe me kalu nga kategoria 3 në të dytën, dhe po ashtu ka arrit me ka një ekip shembull sa i përket fair play dhe qytetarisë në çdo aspekt, si në fushën tonë dhe në fushat mike ku kemi udhëtu. Basanja është mikprit, domethënë edhe tregon që ka kriju një emër të mirë në kategorinë e dytë të futbollit shqiptar. Sot nisim një cikël të ri, fal një bashkëpunimit të cilin e kemi bën publik, edhe besojmë që ky do të jetë një moment fillimit i një epoke ndryshe për Basanjen, edhe unë shpresoj shumë që ky bashkëpunim do të na sjellë rezultate të dukshme brenda pak viteve. Ky është një projekt afatgjat dhe nuk bëhet fjalë për një sezon apo për 2 sezone, por unë shpresoj që brenda 3-4 sezoneve për Basanjen do të flitet shumë ndryshe pastaj. Një ditë e re, mund të themi, për Basanjen kjo sotmja, duke pas parasysh edhe stafin që sapo u prezantua, por edhe projektin afatgjat, si thatë ju. Është e vërtetë, domethënë, sot është një ditë e re, një ditë e bukur për Basanjen. Nuk mund të lë pa përmend edhe një aspekt që nuk më vjen mirë me përmend, po më vjen keq në fakt, që këtë ditë të bukur detyrohemi ta zhvillojmë në një fushë të huaj, duhet më thënë, që nuk kemi mundësi ta zhvillojmë në fushën tonë, e cila na e pamundson për shkak të kushteve teknike që sjell terreni sportiv.
Kemi prit shumë gjatë që ai terren të rikonstruktohet edhe të vinë në parametrat e duhur për me zhvillu një sport normal. Fatkeqësisht deri tani nuk është bëhen mundur edhe kjo është pak ajo pjesa që mu më mërzit, pse kjo ditë e bukur nuk është tamam e bukur ashtu siç duhet, që duhet ta nisim në një terren të ri sportiv. Ku ka ngecur ndërtimi i fushës së re, po i mini stadiumit që kemi trajtuar shpeshherë në kronikat mediatike? Në ndjenin teme çështja e terrenit sportiv, investimit në terrenin sportiv të Bushatit ka ngecë tek bashkia, tek pushteti vendor, tek bashkia Vaudès. Nuk e di arsyn, mase mund të jetë çështje fondesh, nuk e di arsyn, por deri tani aty është problematika që ka ngecë pa u zbatuar projekti, i cili me shumë dashamirësi nga ana Federatës Shqiptare të Futbollit na u ofru mundësia që të bashkëinvestonin me bashkinë. U arrit çdo dakordsi, çdo mirëkuptim, mirë po deri tani akoma nuk është bë e mundur ky investim dhe kjo më vjen pak keq sepse të jemi sinqert, prej 6 vitesh dhe ky viti 7 që unë investoj në sport, Bushati ka marrë një emën të mirë, një emën pozitiv dhe veç të mira ka pas nga futbolli dhe nga Basania drejt për drejt. Dhe më vjen shumë keq që në vend që ky kontribut të vlerësoj pozitivisht dhe të ishte dakordësia dhe mirëkuptimi i gjithëve që ai investim të bëj, hasim në pengesa që më duket pak absurde, por gjithsesi le ta shohim vim. Shpresoj që të ketë qenë thjesht burokracinë atë momenti që do të zgjidhen. Duke që bashkëpunimi me Bernardin Kullën ka filluar të jap efektin e vet. Ju shohim shumë optimist për të ardhmen. Po, është vërtet, domethënë sepse ne kemi prej javësh që e diskutojmë këtë bashkëpunim dhe kemi arritur në ato pika konkretizuese në raport njëri me tjetrin dhe unë besoj që ky është një projekt afatgjatë që shpresoj shumë që përveç të funksionimit do të ketë edhe rezultate dukshme, domethënë edhe unë besoj shumë që Basania realisht do të kalojë në nivele të tjera brenda pak vitesh. Zoti Kulla njihet si një promovues i elementeve të ri, të cilët i ka menaxhuar edhe në Itali apo edhe me gjëra në Europë. Është qëllimi kryesor ky i Basanias apo ka edhe diçka më tepër? Prandaj Basania po merr një format tjetër tashmë të funksionimit dhe prandaj këtë sezon kemi përcaktuar si pikë prioritare domthonë punimin me elemente të rinj, me djemtë e moshave të reja, që Basania të kthehet në pikë referimit edhe për prodhimin e lojtarëve të ri, domethënë që pse jo në ekipet e kategorive të larta në Shqipëri, po pse jo edhe jashtë Shqipërisë. Ky do të jetë njëri nga prioritetet e Basanias, e sigurisht bashkë me të edhe rezultatet dhe ngjitjet në kategoritë më lartë. Dhe kështu që edhe dy fjalë, kështu që realisht unë e vlerësoj shumë Bernardinin, sepse Bernardini prej vitesh investon në sport dhe mbi gjitha është një kontributor i mirë për sportin në Shkodër. Një grup i fortë është ai grupi i të kategorisë së dytë, duke pas parasysh se lufta tashmë për një vend në kategorinë e parë bëhet edhe më e madhe kur ka ardhur edhe Vllaznia B. Po atjetër, do të thonë konkurenca në kategorinë e dytë është rritë shumë. Ekipet kanë qenë, por edhe janë forcuar, domethënë normalisht është krejt normale kjo pjesë. Ka një avantazh të vogël sepse këtë vit nuk do të jetë vetëm vendi i parë që do të ngjitet direkt, por do të jenë dy vendet e para që do të ngjiten direkt. Por gjithsesi grupi është shumë i fortë dhe gjitha skuadrat po investojnë, pothuajse gjitha skuadrat po investojnë edhe do të jetë gara e fortë. Edhe diçka tjetër sa i takon fushës, seanca parë servitore këtu në kompleksin sportiv Zmiani, edhe ndeshjet zyrtare do të zhvillojë Basania këtu? Do të thonë seancat servitore do të zhvillohen jo vetëm ditën e parë, por në VMC këtu te kompleksi sportiv Zmiani dhe le ta shohim deri në fillimin e sezonit, nëse do të gjejmë ndonjë zgjidhje më të mirë për pjesën e ndeshjeve, por me shumë mundësi edhe ndeshjet do të zhvillohen këtu. Ka një mesazh do të shihemi për tifozërinë bushatëse apo edhe me gjërë? Ndihemi keq ardhën që skuadra e Basanias largohet nga Bushati fiks dhe vetëm për sportdarësit e zonës Bushatit. Bushati ka shumë sportdarës dhe një prej arsyeve që më ka motivu shumë për me financu këtë klub kanë qenë ata sportdarës, domethënë që e kanë mbështetur këtë skuadër që nga dita e parë edhe deri më sot dhe më vjen shumë keq që largohemi nga sportdarësit, sepse futbolli në fundit për sportdarësit luhet.